Tarifa për parkimin në Spitalin Rajonal të Elbasanit është kthyer në një shqetësim serioz për qytetarët. Ata shprehen se janë të detyruar të paguajnë 100 lekë të reja për çdo hyrje apo dalje nga parkingu, edhe kur kjo ndodh disa herë brenda një dite. Sipas qytetarëve, kjo tarifë është e papërballueshme për shumë prej tyre. Se që ja bëjmë 2 herë në ditë, 3 herë, se në lirë punë shpesh ke spitalet. Mirë të rritë të rare, po tjetë ma mirë tjetë pa tratu, sepse ropë një ndje halëgje. Nësër për marrë një lachet, jo për gujnë të trau. Në ke gjallatje, kam fëmijë në smurë të shia, letra i bare, duhet të asile këtu, po hynë 3 herë të pagush, nuk është normale. 3 herë do futesh, 3 herë do pagush, nuk është normale. Shumë ka bime më ma që bëjnë bashkia Elbasan. Për pagesën që në popullë shket vjen këtu, si ta kanë që të maj pare këtu. O vjen për halë e ma pare këtu, në gjënaf. Kusa e hymë 5 herë në ditë, e konë 5.000 lekë, bashkia Elbasan e ka fajnë gjithë. Për ne unë të më këmë rejtë në faktë. Sa e hynë që në ditë në pagushin 1.000 lekë, ata mund të hynë 10 herë, 15 herë, se dorëshin një latë. Në lidhje me këtë shqetësim, i kontaktuar drejtori në detyri qendrës spitalore të Elbasanit Agron Gaxho u shpreh se e kupton shqetësimin e qytetarëve dhe se tarifa është sipas tij minimale krahasuar me spitalet e tjera. Megjithatë, ai shtoi se do të propozohet rishikimi i kësaj tarife dhe mundësia për të krijuar lehtësira për ata që e frekuentojnë spitalin për arsye shëndetësore.